datës 27 gusht 2026. Duke se kemi një ditë shumë të rëndësishme datës 27, ditë e njëjte, ku është një ditë që vërtet është mjaft pozitive mbi rëndësinë, kohën dhe vendosmërinë që ju e keni, sepse është një mundësi mjaft e mirë tani e tutje, ku çdo gjë është në anën tuaj dhe pozicionimi i planeteve ndihmon në këtë. Kemi një ditë mjaft rëndësishme astrologjike, sepse dielli bashkohet me Mërkurin në Virgjëresh. Dhe në orën 7 mbasdite, ky kënd është një moment qartësie, vendimi, informacioni, ndërgjegjësimi, komunikimi. Kur dielli bashkohet me Mërkurin, mendja ndriçohet. Në Virgjëresh kjo dritë shkon te detajet, puna, shëndeti, dokumentat, analiza, rregulli, shërbimi, përditshmëria dhe vendime praktike. Kjo ditë mund të sjellë një lajm shumë të mirë, një bisedë, një dokument, një përgjigje, një diagnozë, një sqarim, një takim, një vend pune, një kuptim shumë të qartë për ata që duhen të nisin diçka në lidhje me punën, në lidhje me vendimet të rëndësishme. Është një nga ditët më të mira të muajit për të parë realitetin në sy, sepse lidhet me praktikën, por sepse ndodh vetëm një ditë para eklipsit hënor në Peshk. Nuk duhet të mendojmë se kjo qartësi është e ftohtë ose shkëputur nga emocionet. Përkundrazi, ajo vjen për të përgatitur në kulmin e emocioneve shumë të mëdha. Dhe më pozitivitet dhe më të idealet lidhur me dokumente por ju keni në diasporë, për aplikime, për marrje dokumenti, ju keni marrë një negativitet, morë kthehet në pozitivitet, duan apo s'duan. Ju keni në Europë shenjat që kanë të bëjnë dhe janë një nga ndikimet më të mëdha. Duket se Virgjëresha, Peshqit, Binjakët, Shigjetarët, të dhjetëqit të tretë dhe ndikimet më të mëdha që kanë të bëjnë, për sa i përket Virgjëreshve, kjo është një qartësi personale. Vendim për sa i përket punës, për sa i përket rritjes në detyrë. Për sa i përket Peshqeve, lidhen me marrëdhëniet, partneritetet dhe kontratat. Për Binjakët, për shtëpinë, familjen dhe ndryshim vendbanimi, marrni dokumenti ju e keni jashtë Shqipërisë. Për Shigjetarët, për karrierën, për figurën dhe për ndryshimin e madh që ata presin. Kurse shenjat e tokës, Demi dhe Bërciapi, mund të përdorin këtë kënd për planifikime të mira, dokumenta dhe jo vetëm. Në ndikimin kjo ditë astrologjikisht është dita shumë e mirë për intervista, biseda profesionale, dokumenta, mundësira, kohën e artë që keni nga ora 9 deri në orën 17:30, ku ndikimi më i madh që ndodh pikërisht tek këto shenja është një nga mundësitë më të mira, sepse juve që keni mundësinë për të bërë një bisedë, merrni nga se si ju e artikuloni diçka, është momenti më i mirë i mundshëm për këto shenja, por për gjitha shenjat pak a shumë kanë të bëjnë sepse logjika është ajo që ju bën të ndjeni superior për gjitha shenjat. Megjithatë, kemi mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Ajo që duhet të shmangim për këtë ditë, sepse duke pasur parasysh marrëdhëniet që kanë qenë të mjegullta, mund të kërkohen fjalë të qarta, por për nënshkrimin e marrëveshjeve, kjo mundësi ju jepet, prandaj shfrytëzoni në maksimum. Për çështjet për të kontrolluar më mirë, nëse marrëveshja lidhet me emocione të mëdha, marrëdhënie të paqarta ose çështjet të qartësohen. Pra është momenti, pra është koha më e mirë. Ajo që duhet të shmangim është kritika e tepruar, fjalët e ftohta, pra debatet e bisedime që nuk ju pëlqejnë, vendimet që duken logjike por fshihet frikë ose diçka. Nënshkrimet e nxituara për aspekt domosdoshmërie. Kujdes. Para eklipsit, perfeksionizmi apo ndikimi në detaje për sa përket çështjeve, punëve, karrierëve, ndryshimeve të mëdha që keni, mirë është të përdorni trurin, të përdorni mendjen dhe jo forcën e krahut, por të mendjes, sepse është një nga ndikimet ose një